Presidenti kujt është Vjosa Osmani që është takuar me Donald Trump? Osmani ka një qasje ndryshe në raport. Presidenti kujt është Vjosa Osmani? Është presidenti e Kosovës. Okej, presidenti e Kosovës është takuar me Donald Trumpin. Presidenti e Kosovës pas ajo nuk ka pas ndaj takim të peshës madhe sepse nëse i merr peshën se caktojnë ana. Nëse i merr fotografitë, nëse i merr fotografitë me qyr. Ja vjen dorën Po Donald Trumpi cakton peshën. Nëse i merr me qyr ana protokoll Trumpit mi kallzu Donald Trumpi çfarë peshë mi Ajo fotografi jepet 4-5 sekonda kohë për faqësuesit politik këtë rast presidentit. Ai takim që është majti Trumpit me president dhe lider tjerë politik, që aty janë botë njëjta fotografi një 10 përfaqësues politik. Pas paramenot kish mujt Trumpi me diskutu me 10 në detajume për aku Vjosa presidenti i Kosovës, nëse si shtaku heq, as për çeto që po e thoni, po e dini ju so sekonda. A dhe çfarë po le Vjosa se Vjosa është në raportin e Kosovës. I shkoni Vedo, regjia Vedon, regjia. Audio nuk ka, regjia. Pitë barë, si presidenti Republikës, që ndrosh disa ditë, të mos e takosh presidentin Amerikan, të mos e takosh as zëvendës presidentin Amerikan, e të kthehesh pa marrëveshje politike, e të kthehesh pa ndonjë investim në ekonomi, është debakël. Ermal, Vjosa Osmani është takuar me presidentin Donald Trump në Amerikë. Gjë që nuk ka ndodhur me presidentin e Shqipërisë. Ka dole, mos i shtrëmë, ka dole çetësovis, nuk ki nevojë kështu me eskalu. Kur e përdor fjalën çetëso, nuk ki nevojë me eskalu. Po jo se ke eskalu. Gjithmonë çetje. Na folëm edhe para një javë, 4-5 ditë. Që se përdor fjalën çetëso. Na pyete, jo, po të them që mos u merrni çështu me mua pse po debatit. Shë reklama marr parë për këtë. Normal nuk je të dosh me pranu. Jo në kalu me që ta shkjoturon. Nxerja vitën është lëvizës që ka thonë para një javë. Ka thonë, jo nuk e di, qka u koni, kemi kallëzu qka është takimi protokollar, ka thonë po. Tash po thotë jo. Nxerret. Regjia pa thotë lojnë punën nëse do të me nxirë që atojnë analistat. Kone po folën ndryshe para një javë, tash ndryshe. Po jo nuk e di, jo të thonë veç me në që ke thonë një javë marë. Si të di që e ka thonë, unë s'po thëmë, as ka ka folën asa. Vjosa Osmani, si presidente e Kosovës, tash është taku me Donald Trump. Pik, as edhe një koment tjetër se vash për takime. Kështu që ti, kalon ato hipoteza tua fantashkencore, kështu që nuk më i mendon, po nuk e jap as një koment. Se përmane panaj kuptim, panaj koment të takimin e presidentit Osmani. Unë të dorte me thonë, shëja vete në Albin Kurtit, a i folë për presidente. Presidenti është taku. Po flasim për kontekst, po flasim raportet e Kosovës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po flasim raportet e Shtetit Bashkuar të Amerikës me kryeministrin Kurti. Ka probleme me Amerikën për shkak veriut kryesor edhe trajtimit minoritetit serb. Ajo është shumë e vërtetë. Unë jam shumë i lumtur që Kosova, kryeministri nuk sankcionohet për shkak korrupsionit, po sankcionohet për shkak veriut. Veriu është problem, është problem. Nuk është problem që ka sjellë Albin Kurti. Duhet me humor. Edhe veriu i Kosovës është problem. E kena provu me metoda që ti e kena provu me metoda tjera. Po e kena provu, i kena pas raportet me ndërkombëtarë kena pas mirë. Nuk ka ecë. Kosova ka shpallë ndryshe. Kosova ka marrë 100 orë. Pikërisht pse u votua Albin Kurti, është trajtimi i veriut politike të Albin Kurtit nuk ka asnjë njohje në 4 vite qeverisje, nuk ka asnjë antarësi në një organizatë ndërkombëtare. Çka ka ndodhur me çaqosin? Po ka qenë vitet e fundit e ki liberalizimin e vizave. Liberalizimi i vizave nuk është në Këshillin e Evropës e ki në statin e fundit. Ndodh para 8 vite në Këshillin e Evropës e ki në stat të fundit. Ki rikthim të Kosovës në plot organizata të huaja ndërkombëtare. Për shembull ECA e arsimit,
ku Kosova është përjashtu për shkak korrupsionit edhe ndërhyrjes politike, ku qeveria e Kosovës e ka këtë. Ja ka të bëjë, është organizuar Roni ka thonë që s'ka më qeveria detyrë, s'ka pasur rol këtu. Gjinolci ka thonë s'ka më rol. Jo me një organizatë Kosova në diplomati ka ndëshku marrëdhënie në temën e sigurisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht vitet e fundit. Çështja e sigurisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke shohin Kosovën në aspektin e sigurisë dhe muçu krejt shqiptar kundër Amerikës. E ka sankcionu. Siguria është ndame, po e kanë sankcionu qeverinë e Kosovës e ka përmend ekskluzivisht e kanë përmend në vendimin për pezullim të dialogu strategjik Albin Kurti dhe e ka përjashtu Vjosa Osmanin, sepse kohëve të fundit për një kohë relativisht ka probleme Albin Kurti si kryeminist me ndërkombëtar. Po për çka ka probleme? A ka për shkak që Kosova qysh i trajton marrëdhëniet bilaterale Kosovë-Amerikë apo për shkak që Kosova e trajton situatën e veri?